Gruaja është e detyruar që burrin e saj ta dashuroj, ta respektoj, të sillet butë me të, të i ndihmojë në nevojat e tij, të i shërbejë në shtëpinë e tij dhe t'i edukojë fëmijët e tij. Imam Muslimi, Allahu e mëshiroft, shënon një hadith prej Abdullah ibn Amr se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë: Dynjaja është kënaqësi, ndërsa kënaqësia më e madhe në këtë dynja është gruaja e mirë. Cilësitë e gruas së mirë janë përshkruar në një hadith tjetër të cilin e shënon Nesaiu, Allahu e mëshiroft, prej hadithit e Ebu Hurejrës, i cili thotë se i është thënë të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam se cilat gra janë më të mira. Përgjigja e tij alayhi salatu wassalam ishte: gruaja më e mirë është ajo e cila të gëzon kur të shikon, e cila të dëgjon kur diçka e urdhëron dhe e cila e ruan autoritetin tënd, moralin e vet dhe pasurinë tënde kur mungon. Ebu Hurejra, Allahu i qoftë i kënaqur me të, transmeton se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam se ka thënë: gruas nuk i është lejuar të agjërojë nafile në prezencën e burrit të saj pa lejen e tij, dhe i është ndaluar të lëshojë dikë në shtëpi pa lejen e burrit. Imam Neveviu, Allahu e mëshiroft, thotë: burri ka të drejtë që të kënaqet me gruan e tij për çdo ditë, dhe drejta e tij është detyrim që duhet të kryhet menjëherë, dhe nuk mund ta ndaloj këtë detyrim një adhurim vullnetar apo një detyrim që nuk është kusht të kryhet menjëherë. Shembullin më të mirë na jep Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila i vononte ditët e agjërimit të cilat i kishin mbetur pa agjëruar prej muajit Ramazan derisa vinte muaji Shaban, dhe këtë e arsyetoi duke thënë se: kam qenë nxënës prej të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam, ose me të dërguarin e Allahut alayhi salatu wassalam.